Sot në ditën e dytë të samitit të diasporës ishte i pranishëm edhe kryeministri Edi Rama, i cili theksoi rolin e rëndësishëm që luan diaspora në Shqipëri. Kryeministri Rama deklaroi se në të kaluarën, Shqipërisë i mbyllej rregullisht dera e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërsa sot vendi ka hapur të gjitha kapitujt e negociatave në një kohë rekord. Ai kështu ju përgjigj edhe akuzave të opozitës. Shqipëria 2030 në Bashkimin Evropian nuk është një objektiv politik. Është një zgjedhje qytetërimi. Është përmbyllja një rrugtimi që shumë prej jush e kanë jetuar tani më në jetët e tyre, duke ju integruar në shoqëri që përfaqësojnë vlerat që ne synojmë të rrënjosim këtu në Shqipëri, në shtëpi. Dhe këtu qëndron një përputhje e fuqishme. Ju e dini çfarë do të thotë jetosh në sisteme që funksionojnë. Në shoqëri ku institucionet u shërbejnë qytetarëve, ku merita ka vend dhe ku sundimi i ligjit nuk është fjalë, por mënyrë tjetuari. Përvoja juaj nuk është jashtë të ardhmës së Shqipërisë, por është thelbësore për të. Ju më mirë se askush e dini që kjo rrugë nuk është pas sfida. Çfarë ju keni hequr në kurriz është një mësim i paharrueshëm, i cili vlen për të kuptuar edhe ato që Shqipëria ka hequr e duhet heqë në kurriz deri në ditën kur të ulet në tryezën e përbashkët familjes europiane.